Ka përfunduar numërimi i votave në përfaqësi diplomatike, ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditë rezultate përfundimtare të këtij procesi. Sipas të dhënave zyrtare, lëvizja vetëvendosje ka dalë para me 18.789 vota, që përbëjnë 83.28% të votave të numëruara. Në vendin e dytë renditet Partia Demokratike e Kosovës me 1.608 vota, apo 7.13%, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 1.490 vota, apo 6.60%. Aleanca ka siguruar 464 vota, që përbëjnë 2.6% të totalit të votave të numëruar në përfaqësi diplomatike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se ka nisur procesi i numërimit të votave të ardhura përmes postës, ndërsa deri më tani janë aprovuar rreth 60.000 pako me fletë votime. Sipas KQZ-s, numërimi ka filluar në qendrën e numërimit dhe rezultateve dhe po zhvillohet në 23 kuti postare të institucionit. Zarfet pas procesit të vlerësimit janë sistemuar sipas komunave për nga vijnë votuesit të regjistruar. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmir Elezi, ka shtuar se paralelisht me numërimin po vazhdon edhe procesi i vlerësimit të pakove të pranuara. Sipas tij, deri në përfundim të 12 qershorit janë trajtuar mbi 60.000 pako, prej të cilave janë aprovuar 59.973, ndërsa 2.244 janë refuzuar. Arsyeja kryesore e refuzimit sipas KQZ-s është mungesa e ftesës së regjistrimit në 2066 raste. Një i mitur është arrestuar në Ferizaj pasi njëjti dyshohet se ka kërcënuar anëtarët e familjes së tij dhe më pas ka shkaktuar dëm materiale duke dëmtuar një derë. Pas ndërhyrjes së policisë, i mitur është shoqëruar për intervistim. I dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje, thuhet në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar çmimet e derivateve të naftës për ditën e sotme. Sipas njoftimit të Mintet, 1 litër naftë sot do të shitet për 1.52 euro, kurse ajo e benzinës për 1.39 euro, ndërsa 1 litër gaz 0.67 euro. Këto çmime hyjnë në fuqi nga ora 10. Sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent paralajmëroi se marrëveshja në mes Iranit dhe SBA-s për ndaljen e luftimeve mund të finalizohet këtë fundjavë. Bessent u bë figura e fundit nga administrata Trump që foli për marrëveshjen e mundshme të paqes me Iranin. Në një intervistë për Fox News, Bessent tha se ndoshta që këtë fundjavë ose të hënën do të jemi në anën tjetër të kësaj çështje. Bessent shtoi se marrëveshja do të rezultojë në çmime më të ulta të energjisë për amerikanët, duke u shprehur i bindur se koha sfiduese do të kalojë. Përparimi i dukshëm në negociata vjen pasi Irani shkëmbeu zjarr me SBA-n dhe Izraelin gjatë 3 ditëve këtë javë, duke kërcënuar tek thelindjen e mesme në një luftë të plotë.